Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në Women Zoom, Fokus Gruaj, rubrika në Artur Nura Channel, e cila sjell në vazhdimsi personalitete, persona të cilat kërkojnë të jenë dikush në jetë, të cilët janë padyshim të veçantë në llojin e tyre dhe sjellin gjithmonë përparim në jetën e tyre, por padyshim një model për shoqërinë. Dhe sot kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që e ftuar është zonja Feride Gillesberg. Zonja Feride Gillesberg është një zonjë kosovare daneze që jeton në Danimark tashmë si shumë kosovarë të tjerë dhe është një soprane të cilën unë e njohita rastësisht në një aktivitet kulturor. Dhe më bëri përshtypje portreti i saj, sytë e saj dhe thash që kjo është një zonjë e një familje kineze europiane. Dhe duke i folur anglisht, aty më ktheu përgjigje dhe më tha, unë jam shqiptare. Dhe këtë zonjë shqiptare e kemi ftuar sot për të na sjellë eksperiencën e saj. Faleminderit zonja Feride Gillesberg. Mbiemri është tashmë danes, po zonja mbetet gjithmonë shqiptare sepse do na tregojë edhe vetë. Faleminderit që pranua. Faleminderit se bani këtë intervistë në mua. Është kënaqësi. Atëherë na tregon, ju jeni soprano. Unë ju dëgjova në një ambient kulturor, po që nuk ishte koncert, dhe më bëri përshtypje zëri juaj i mrekullueshëm, një zë soprano dhe me një këngë kineze. Është kështu apo jo? Ju jeni sopranos? Po, unë jam soprano. Unë nuk jetoj nga këndimi, është më shumë një pasion, është një pasion që e keni filluar në moshë të re, mos gaboj. Jo. Kom fillu shumë vonë. Është një pasion cili ka ndeste unë kur i kom pos në fillim të 30, kur i kom pos 32 vjetë, paka shumë. Kam këndu, kam pas mësim privat me njerëz këtu në Danimark, këtu Mati Bok, për shembull, është një pedagog shumë i njohur këtu, një kompozitor, edhe muzika për mua është më shumë si meditacion shpirtërore. Edhe mendoj me muzika është edhe diçka këndimi, muzika klasike e ruan një rol shumë të rëndësishme për ndërtimin e shtetit apo për kulturën përgjithësi. Secili kulturë e ka muzikën popullore, po muzika klasike është në nivel më i lartë. I përket elitës, jo gjithë e ndjekin muzikën klasike, po ama elita kulturore padyshim që e ndjek dhe e pëlqen klasike. Po, edhe ideja ime është se secili fëmijë, cili lind, ka zonën e vete. Këtu në Danimark ka pas një kohë të gjatë ku nxënësit këndojnë në shkollë. Para se fillojnë mësimin, këndojnë. E kanë tërheqë tani, po këtu ka qenë një pjesë e edukimit në shkollat këndimi. Secili njeriu e ka zanën e vete, vetëm është pyetja a ushtrohet? Loj brenda vetes dhe ta ushtrojë dhe ta kultivojë atë, e drejtë. Po, na tregoni një herë kur e keni lënë Kosovën për të shkuar në Danimark, apo nuk keni shkuar direkt në Danimark? Në mënyrë telegrafike historinë tuaj kosovare daneze. Po, unë i kam pas 6 vjetë ku jemi tërhequr nga Kosova në 76, Nantë. Edhe baba im është nga ajo gjenerata cili ka punu në Gjermani, e ka vendosur në Gjermani, ka marrë familjen, se në atë kohë gjermanët kanë pas nevojë për punëtor. Edhe tani na jemi ikë në një vend, apo jemi vendosur në një vend se quhet Oberhausen Stärkrade, nuk është shumë larg nga Düsseldorf, po është vend i vogël, në atë kohë s'ka pas asnjë shqiptar, na jemi konë të vetmit. Gjithmonë të vetmit shqiptar në shkollë, apo ku do të jetë. Keni integruar, kjo ju ka ndihmuar për të integruar më shpejt, se duke pasur shqiptar, duke pasur komunitet shqiptar, ruani gjërat e përbashkëta dhe integrimi mua më rezulton më i vështirë, po kur je vetëm, je detyruar që të integrohesh në shoqëri apo jo. Ashtu është, edhe na si fëmijë kemi pas gjithmonë për zemër më kthy në Kosovë, se
shumë herët jemi integru shpejt edhe po shumë herët kemi pas gjithmonë këtë lidhje të vendi jonë se për pushime jemi konë në Kosovë për çdo vit, edhe tani gjithmonë na kanë pyet po çish Kosovë edhe Shqipëri, ë? Kosovë edhe Shqipëri, apo? Po tani tash në vitet 25 vjeç jam më shpesh në Shqipëri se në Kosovë. Pse kështu? Pse ndodh kjo gjëje? Po se kur kemi qenë fëmijë gjithmonë jemi konë shumë të interesuar për Shqipëni edhe na ndonjëherë jemi qenë shumë herët për me ndëgju Radio Tiranë në gjuhën gjermane, ora 6 mëngjes, se Shqipënia është mamaj i Po, është konsiderohet nga shumica e kosovarëve si madre patria, si mëmëdheu në një farë mënyrë. Është shteti i parë shqiptar, edhe kjo sigurisht juve ju ka dhënë gjithmonë dëshirën për të mos qenë në sundrën e serbëve. Se sigurisht sundimi i pakicës serbe ka qenë i dhunshëm, ka qenë i pamëshirshëm. Po, ashtu është. Prandaj na mendoj si shumë shqiptar. Ai ne kemi pas këtë ide se çish mundëm na të ku jemi se kërkush nuk ka ditë se Kosova ka shqiptar. Kur jemi pas rrit në Gjermani, as nuk e kanë ditë se na kemi një gjuhë tjetër. Dhe kur ka filluar situata më bo keq një gjuhë tjetër të lashtë, të bukur, semantike, një gjuhë e mrekullueshme që sigurisht jemi krenar për këtë gjuhë, që kam mbijetuar ndër shekuj, pavarësisht projekteve për asimilimin dhe shpërbërjen e shqiptarëve, ja kemi dalë, sot jemi në 2 shtete, por të shpërndarë në 5 shtetet Ballkanit Perëndimor. Kjo është historia e kombit shqiptar. Po na trego historinë tënde daneze. Si u integrove në shkollë, si ndërtove familje, dhe më shumë nëse mundesh. Po, shkurt, unë jam rrit në Gjermani dhe nga se jem konë shumë aktive kur i kom pas 17 vjeç. Se mediat nuk kanë tregu çka po ndodh në Kosovë, tani unë jemi pas interesuar kush po fol për të vërtetën për Ballkan. S'ka pas njerëz. Unë u takova me një shoqat që quhet Institut Schiller, që është më shumë në lëvizje dhe as ata nuk e kanë pas drejt me Kosovën. Tani unë i thash, po këta po mendojnë si po mendoj unë, po mendojnë në arsye të botës, çish me zhvillu botën, çish me shik me shik këtë situatë ku njerëz vdekin unë nuk kanë mjete për me jetu si njeri me dignitet. Në Afrikë njerëzit vdesin nga unë, atë në atë kohën unë gjithmonë kam qenë shumë i angazhuar se pse na jetojmë atë çmim, pse të gjithë kanë të drejtën, si unë me jetu në rrethanet e bukura të mira ekonomisht. Gjithë secili ka të drejtë për një jetë më të mirë dhe një shumica e kosovarëve këtë kanë bërë. Keni pas edhe Josip Broz Tito që ka qenë më i butë se diktatori jonë Enver Hoxha, sepse diktatori jonë na bllokojnë, na izoloi, kurse Josip Broz Tito ju dha juve mundësi të shkoni në Europë, studioni, jetoni, punoni atje. Keni pasur domethënë dhe të këqija, po dhe të mira nga ai sistem. Ne kam dalë për herë të parë jashtë shtetit në moshën 33 vjeçare, sepse regjimi ishte i mbyllur për qytetarët. Nuk lejonte edhe të hynin dhe të dilnin. Kurse ju e kishit, ju keni shku, baba ju e ka shku në Gjermani, pastaj ju nga Gjermania si kaluat në Danimark. Po, unë u takova me një danes në Amerikë. Atëherë ka qenë një aktivitet zgjedhjet në Amerikë, se kjo shoqata Institut Schiller është edhe në Amerikë, është ndërtuar nga një ekonom amerikan, Lyndon LaRouche, që është në traditën e Franklin D. Roosevelt, apo Lincoln, apo Franklin, apo John F. Kennedy, që e shef Amerikën si në republikë, që e ko detyrën me bashkëpunu me shtetet të ndryshme për zhvillim. Ky ka qenë kandidat demokrat dhe unë isha atje për me ndihmu në zgjedhjet bashkë me motrën time, ato u takova me burrin tim, apo Tomen. Ishte dashuri me shikim të parë, apo? Jo, ka qenë shumë provokues. Se nga se na jemi rrit
na jemi në familje të Konservator. Kosovarët janë, shqiptarët e Kosovës janë konservator. Ja. Po jo. Edhe po jemi rrit me bollafa, po me fol, me tezak. Ashtu unë kam po Tomen si një njeriu që është i hapur, ka qenë me diskutu, ka qenë shumë provokativ, unë ka nguc pak nga mënyra që kultura, çfarë kulture keni ju shqiptarë, se nuk është e zhvilluar. Danes simpatik domethënë. Danes amerikano-danez i bie, ishte me shtetësi amerikane apo jo? Jo, edhe ai ishte në atë kohën për zgjedhjet në Amerikë. Ato njoftuam, si unë ato jemi njoftuam, kemi nejtë në shtëpinë të njëjtë në vend në dhomë, ai në tjetër dhomë, po kemi diskutuar për çdo natë për ekonomi, për kulturë, për opera, e kemi pas shikuar, ka qenë e para herë në jetën tim ku e komponi opera, ka qenë Beethoven, Fidelio, edhe tani kemi diskutuar, tani mi thash, wow, muzika është shumë e bukur, ka qenë shumë e re për mu, se nuk jem rrit me muzikë klasike në shtëpi, po këtu ai ka provoku me mendu në tjetër mënyrë, apo me mendu pak ndryshe, tani unë thash, po ky është një njeri shumë interesant, edhe tani kemi mbajt kontakte, kemi shkruajt letra një vit, që tani shkova me vizitu në Danimarkë, kështu është zhvillu tani se... Dhe keni një fëmijë të mos gaboj 19 vjeç, apo jo? Një fëmijë 15 vjet, i mush 16, tani në janar, po edhe një jetë, kur martohesh me dikant të huaj, edhe kjo është një dialog e kulturave. Po, duhet përshtatet, patjetër. Duhet përshtatet edhe mendon gjithmonë, po qysh mendojmë na, qysh mendojnë ata, se duhet me gjetë një... Duhet përshtatet, kulturat e ndryshme, Danimarka me Kosovën janë larg njëra me tjetrën, kanë diferenca, apo jo? Ma shumë me Gjermanë se me Danest. Danest i përngjojnë në mënyrë shqiptarë, se është një shtet i vogël, janë shumë të qetë, edhe nga jemi të qetë, ashtu mendoj unë, po nuk e jemi të lashtë. Ju ndoshta, po ne këte jemi të nxehtë mesdhetar në Shqipërisë. Po ashtu është që edhe unë jam nga Drenica, jemi rritë me këtë krenari, po edhe Danest janë shumë krenar. Po më thuaj, ku e lindët fëmijën? Fëmijën tuaj, ku e lindët? Në Danimarkë? Po, unë u martova kur i kom pas 20 vjetë, me Tomin, në burin tim, e tani shumë ma vonë, se unë jam konë shumë aktive, ende jam, por kur i mbusha në 36 vjetë, i thash, po, duhet me pos një fëmijë, se ma ka lonë gjyshja ma netë. Shumë mirë, është vendimi i drejtë, se fëmija është instrumenti më i rëndësishëm i familjes, instrumenti më i fortë i familjes, ajo që shumë gjëra dhe mund t'ju ndajnë, fëmija vetëm ju bashkon besoj. Po, në bashkon, por edhe është si një kristal, adin se na e kemi edukata, që është mendojmë na për edukatën e fëmijëve, është ndryshe se si që mendojmë Danest, edhe këtu ka do, që është do... Po tjerë, po çfarë gjë është djalë mos gaboj, apo jo? Djalë e keni? Aleksandr e keni quajtur. Po, flet shqip apo vetëm gjuhën daneze? Çfarë gjuhë flet më mirë? Jo, daneze dhe gjermanisht. Gjermanisht, daneze. Në fillim i kam pas fol shqip, edhe ka pas fillu me fol shqip. Po nga se jam vetë, edhe kemi pas vendos me që në shkollën gjermane, ka pos nevoj me ditë gjuhën para se fillon shkollën. Pra e fol gjermanishtë, se familjen e kam Gjermani, por ajo shumë interesuar, i thëtë veçës jam shqiptar, edhe kjo është parimi i parë, i thëtë veçës jam shqiptar, ta një shikojmë, unë kam prandaj edhe po vi, apo kam shpesher në Shqipëni me Aleksandrin, me burin, për me lidhë të vendi jonë, e njef Shqipëni, e njef Kosovë. Ashtë i lidhur tashmë Aleksandri me Shqipërinë? Se ju vini shpesh këtu, apo jo? Po, është i lidhur, po tani ka dëshirë me shku vetë. Me ardhë vetë i Shqipëri, bravo, që nga rritur, që nga para rritur, do më thënë, shumë mirë, shumë mirë. Po,
Në aktivitetet kulturore që merrni, sepse zëri juaj, unë nuk jam ekspert i fushës e zërave të muzikës klasike, por mua më pëlqeu shumë zëri juaj. Dhe për sa lexova, ju jeni aktive me artin e të kënduarit. Pse ishit në aktivitetin e javës kulturore të Kinës, çfarë ju lidh me Kinën? Dhe këndonit edhe kinesçe, nuk është gjë e kollajt apo jo? Nuk është jo, nuk është kallaj se nga njëna unë është gjuha, por kur mësoj një këngë, pavarësisht nga në cilë gjuhë, kam qef me ditë çka këndoj. Për ndryshe nuk mundesh me interpretu. Edhe para ca vitesh e mora iniciativën këtu në Danmark për me organizu koncerte dialog në mes kulturave. Se nga se jam rrit për jashtë dhe unë nuk, kur jam në Shqipëni apo në Kosovë, nuk pi kuptoj krejt kush është kush në politikë, po edhe nuk po mundum me kuptu krejt. E shkëputur normal. Po, jam pak e shkëputur dhe po, edhe prandaj kultura është diçka, për shembull nga Kosova, na nuk e kemi diturin për shembull për Lola Gjokën, për këngët e Lola Gjokës. Po, do flasim ne për Lola Gjokën, e cilën ju e keni bërë, po themi, pjesë të instrument të aktivitetit tuaj kulturor. Keni një sajt ku do që shkoni mbani një disk me kompozimet e Lola Gjokës dhe në koncertin e Elbasanit, mos gaboj, ju kënduat një këngë të saj, apo jo, të kompozuar nga ajo? Po, e këndova 2 gishtë për mbi vetën. 2 gishtë për mbi vetën. Po, cilën e ka aranxhu aja, po vetëm më këtu për prapë. Këtu koncerte, dialog në mes kulturave, në muzikë. Këtu mendova, kjo është diçka ku mundem me fut kulturën shqiptare. Se deri atëherë, unë gjithmonë kam pas këtë dilemë, çka mundem me bëj për vendin tonë. Se politika është e vështirë, po kultura, edhe tani është gjëja më e mirë që mund t'i bësh atë dheut, kombit tonë. Sa më tepër aktivitet kulturor, sukses. Ju jeni ambasadorët më të mirë të Shqipërisë. Kështu që zgjedhja e dur me Lola Gjokën dhe na tregoni si erdhi marrëdhënia juaj me Lola Gjokën, si e ndërtuat dhe si punoni për ta bërë të njohur Lola Gjokën gjithandej. Po, në radhën e parë unë i këndova ca këngë në këtë koncert 2019. E mas koncertit kanë qenë edhe muzikant kineze, një artist e erdhi te unë edhe me tha, faleminderit shumë, ajnë se u ka qenë kënga Tuca Radomires dhe një tjetër këngë, edhe aja tha, baba imi këndon këtu këngë në shtëpi. Këngët shqiptare në shtëpi. Një kineze këndon këngët shqiptare në shtëpi. Ja, në Kinë. Edhe kjo, faleminderit shumë, se për neve shqiptarët janë shumë të madhë, mendojnë se na jemi një kohë më i madh se që jemi, por këtu tani filloi ideja, po, këngët e Lola Gjokës, unë i këndova tani 2, po jo është një libër me gjitha këngët, cilën ma vonë e kuptova se vajza e saj, Juki, e ka botu në 2007, edhe ende nuk janë të regjistruar. Janë, po me Tefte Tashku, me Marie Kraja, janë po ca këngë të saj që aja i ka shkru, i ka përpunu, po jo ky albumin nuk u regjistru, nuk u kur, e prandaj u lindi kjo ide. Na e këndosh edhe këtu atë këngë që këndove në Elbasan? Sigurisht, vetëm refreni, jo të gjithë. Ty gish për mbi vetën mojt ma ke vusha mine, kur me delte porta mojt ma vure thavdine. Qaje moj minush, se së qanë njeri. Qaje moj minush, se sta qanë njeri. Dy gishtat e dorës moj me gur gjeraliu, ku
të rriti në noja mojtë mari bandili, qëllë moj minush, se sta qanë njeri. Jo, më pëlqen shumë, Edhe këngën kineze me cilën të njojta unë, sepse mua më bëri përshtypje dhe tash edhe në fillim për ata që na ndjekin në YouTube, mu duket si një, domethënë, njeri me preardhësia kineze ashtu dhe europiane. Ti je kosovare, nuk ke asnjë lidhje me kinezët, përveç se syve që i ke të ngjashëm me të kinezëve. Po, okay, po kjo kënga Moli Hua është kënga mbi zambaku në ujë. Ky zambaku i koni shumë të bukur. Zambakun apo jazeminin? Unë tash të shikova edhe një herë, po thonë është zambaku në shqip, tash të nuk jam e kredi sigurt po ajo se është në ujë, me erën atë të bukur, edhe kam qef me morë një lule me ja jap dikujt se e dua. Krejt. Na e këndos refrenin e kësaj luje, në kines, që kjo është e bukur. Au I doj mili di Moli Hua, au I doj mili di Moli Hua, fën mili man shia. Tani? Shumë bukur, shumë bukur. Mrekulli. Këto I kënduat në koncertin e javës kulturore të Kinës në Elbasan, mos gaboj, apo jo? Po. Ishte eksperienca e Elbasanit. Pati sukses, pati pjesëmarrje? Ka qenë plot, ka qenë në teatrin Stamka qëtë? Po, Skampa, teatri Skampa. Skampa, ka qenë në teatrin shumë I bukur, ka qenë plot njerëz, edhe shumë me kanë polë, mas koncertit me kanë dhurë, Shumë përgëzuar. Shumë të knaqur, po, shumë të knaqur. Para sa jave këndova një tjetër kohë në Berlin, në duet me një bariton kinez. Në një koncert në kombëtar, po edhe një kohë të Lola Gjukës. Mënyra që shpi promovoj Lola është... E ke qartë që kultura është urë lidhse midis popujve. Nuk e njeh politikën, nuk I duhet politika, e te kalon politikën. Fakti që ti këndon kineshe, por dhe Lola Gjokën, muzika është ndërmjetësuese, është komunikuese, është art, I te kalon gjitha barierat. Ashtu është. Po, edhe ta jap këtë ngrohtësinë për kuriozitet për tjera kultura, se me në fund na të gjithë jemi njerëz. Secili shtet, secili kulturë e ka ato karakteristikën e vete. Pyetja është qysh e njohëm njëri tjetrin. Nëse kemi paragjykime dhe nuk jemi të interesuar, nuk hapen për një kulturë të ndryshme, edhe na jemi të kufizuar. E këto kufit nuk janë shumë, nuk të zhvillojnë. E kufizojnë artistin, artisti I te kalon kufit, nuk I njeh ato. Nuk I interesojnë kufit. Po, edhe unë gjithmonë gëzohem shumë kur kanë kësi lloj aktivitetesh, se unë mund më jap një kontribut, por edhe shpresoj është një inspiracion për tjetër artistë edhe me që jetojnë nga arti. Jeni, po themi, e keni për pasion, hobi muzikën, nuk është se jetoni me muzikën. Jo, ashtu është. Jetoj për një rilindje kulturore, jetoj për zhvillimin e njerëzimit ekonomisht. Ne keni vëmendjen nga Shqipëria dhe Kosova. Pavarësisht se jetoni në Danimark tashmë, familjen e keni në Gjermani, mendjen e keni gjithmonë ke Shqipëria dhe Kosova. Jeni një person artist, pse jo, patriot, në sensin artistik të fjalës. Po, se Shqipënia është dukat. Në Shqipënia ka qenë izoluar atë shumë vitesh. Unë atëherë kur isha teenager,
për me kam pas mendu se është e drejtë çka po thet Radio Tirana. I kemi pas shkru Radio Tiranës, na kanë qut do pjese, do informaciona, na kemi profesioniste. andru. Ja, kemi pas andra për shqipnin, e prandaj edhe tani kur fillova me shku, s'paren herë në vitin 2000, shkova me Tomin, edhe u preka shumë. U preka shumë gëse i kom po në sytë njerëzit këtë dhimbje, se kanë hjek, edhe unë jam sensibla, po njerëz janë sensibla, e kanë këtë sensibilitetin, unë i kom tregu Tomit, Tom, kështu nuk janë njerëzit, janë se është jenë dalë nga burgu, kanë një burg i ashpër. E prandaj në program çfarë keni në një koncert në një gjë në Shqipëri apo Kosovë? Po, tashti në koncerti këtu në Danemork, që vjen tani është me 5 tetor, është për nderën e Lola Aleksi Gjokës, se si vjet është 115 vjet për lindjen dhe 40 vjet apo 20 vjet ku kanë ndru jetë. Dhe Hans Christian Andersen, danezit që ka shkruar këtu prava për fëmijë, që edhe janë për të rriturat, edhe ai ka 120 vjet kur ka lind e 175 kur ka ndru jetë. E kam një kombinacion se gjithmonë kur organizoj koncerte, dhe ky është viti 3, jo vetë viti 4 me fal. Me koncerte dhe së bashku danez, shqiptar. Ta vizituar atë sajtin e Lola Gjokës, si është pati, mund ta thuash për gjithë ata që na ndjekin që ta vizitojnë. Pati i Lola Gjokës, i muzikës Lola Gjokës. Nëse dikush është interesuar me ndëgju këngët e saj, e shkruan në streaming e tani shkruan Lola Aleksi Gjoka Project me C si anglisht. Në YouTube, në streaming. Unë kam faqen muzikët dialog, apo mundem nashta me jep më vonë, po është kur projekti do ta shkruajmë edhe pathin që kush është i interesuar për dëgjuar muzikën, kompozimet e Lola Gjokës, ta vizitojë atë. Patjetër që e shkruaj. Po, Lola Gjoka ka qenë projekti i parë kulturore i imi dhe e kuptova se nga se kjo personalitet është një personalitet jo vetëm pianist, po ka qenë edhe edukatore, ka qenë edhe korepetitor, e ka ushtruar korin apo edhe artistët në opera, e ka një histori të gjatë dhe muzika klasike ka orë bashkë me Lolën, bashkë me Tefte Tashkun, bashkë me Marie Kraja, me këtë grupin të parë. Ne kemi parë një film, koncert në vitin 36, po themi që e kemi popularizuar edhe Lola Gjokën bashkë me Tefta Tashkon e të tjerë. Kështu që Lola Gjoka në Shqipëri është goxha e njohur në ambientet intelektuale, elitare, akoma më shumë se sigurisht në muzikën klasike konsiderojnë si një ikon të rëndësishme. Kështu që zgjedhje e dur kjo e juaj, vazhdoni përpara, ju uroj suksese dhe komplimenta për gjithçka që bëni, se mbeteni një zonjë simpatike që jetoni larg Shqipërisë dhe Kosovës, po jeni dhe afër asaj. Vini shpesh edhe mendoni si t'i bëni nder aq sa mundeni Shqipërisë dhe Kosovës. Kështu që ky patriotizëm është patriotizmi i dur, jo ai politiko partijak. Kështu që ju falenderoj për intervistën edhe ju uroj shumë suksese në koncertet më teshme. Edhe shpresojmë dhe në Shqipëri. Po, shpresoj edhe unë se vjet e kishëm një koncert në Libehov. Për nderën e pianistës Olga Shvajca, cila ka qenë pianiste daneze, aja ka qenë e martuar me Mufit Bey Libehoven. E ka një histori të veçantë. Histori të tjera shqiptaro-daneze, domethënë. Po, tash e kemi lidh Lola Gjokën dhe Olga Shvajca, e kemi bën një bashkëpunim shumë të bukur danez-shqiptar. Mund bëni një koncert në Tiranë me të dyja, domethënë me punimet e të dyjave, me muzikën, kompozimet e të dyjave. Mund të ishte interesante ta bëni në Tiranë. Po, ju lutem në faqen Lola vi Aleksi vi Gjoka
Po, do ta .net. shkruajmë aty që kush jeti kurios mund ta vizitoj. Faleminderit dhe Edhe koncertin nga Tirana vjet është aty. po, Ne kemi pas në Tiranë. po. Okej. Okej, faleminderit. Faleminderit, ju uroj shumë suksese dhe faleminderit dhe ju që na ndiqni në Artur Nura Channel, na ndiqni sepse në rubrikën Women Zoom apo Focus Grue do të kemi portrete zonja të tjera të cilat ne e kemi, ju e dini që ne e kemi në 3 gjuhë, italisht, anglisht dhe shqip, dhe personalitetet që vinë dhe intervistohen duhet të njohin një nga këto 3 gjuhë. Se unë 3 gjuhë njoh, nuk njoh më shumë. Faleminderit dhe na ndiqni.